Dëgjoj, shqiptarët e kanë mendje të paktën nga eksperienca jonë. Ata që ishin për në Dubai, është fokusuar më në fund, po, shumë mirë. Ky është popi, të nderuar qytetar, shifeni veten në pasqyrë. Mos reagoni. Kështu që rrini dhe paguani se do shkoj edhe 3.000 lekë edhe pse po dalim nga tema, në Shqipëri mund të reagosh, mund të protestosh, ka protesta. Si protesta e Adriatic Lapajt me 6 veta, që nuk i bashkangjiten as 60 veta, ndërkohë që mori 60.000 vota. Protesta e Sali Berishës të dielën. Edhe për çmimin e naftës mund të shkosh protestosh. Për çmimin e naftës e pash, po. Dhe shkojnë dhe djegin objekte në blok, ndërkohë që duhet shkojnë tek pikat e stacionit të karburantëve. Nuk i beson, janë pa besueshme mendon? Protesta? Kemi thënë njërë në këtë studio me ju. Jo, kemi thënë, po gjithsesi është një reagim, është një revolt. Unë i besoj protestave... Kush e organizon, kush e udhëheq, kush e prin. Unë i besoj protestave të PD-s përsa kohë që Partia Demokratike aktualja është një ndihmës parti. Pra, ndihmës parti e partisë në pushtet. Kanë protesta këto. Kjo nuk është një popull që proteston, është një popull... Ky është një popull në vezë. Ky është një popull i bllokuar në vezë dhe është një lodër, fatkeqësisht. E them me shumë dhimbje këtë. Por ky është thjesht ilustrimi. Ne jemi të bllokuar si individ, si qytetar, secili në vezën tonë, dhe asnjëri nuk reagon, se nuk bëhemi dot bashk. Ata që bëhen bashk janë një qerë e vogël, një turmë e vogël militantësh partjak, të cilët dalin atje për një individ. Nëse do ishte Partia Socialiste, do dilin për Edi Ramën, nëse do ishte LSI-a, Ramet Past, do dilin për Ilir Metën, nëse do ishte PD-ja, dalin për Sali Berishën. Jo, është për një individ, nuk ka lidhje me çmimin e naftës. Nuk ka fare lidhje me hallet e njerëzve dhe me hallet e shoqërisë, ka lidhje vetëm me një individ. Thirrja e demokratëve kjo është që protestoni, bashkoni me ne që protestojmë dhe për çmimin e naftës ndër të tjera. Po pra, dhe ndërkohë popi qëndron i bllokuar në vezë, nuk del nga veza, pra. Kjo është simbolika që unë doja të sillja në studion tuaj. Dhe le të themi në Iran, çfarë po ndodh? Irani, me fjalë, e vetmja palë sot e gëzuar dhe e lumtur nga gjithë konflikti gjeopolitik në lindjen e mesme është Izraeli. Izraeli po arrin... Më fat që amerikanët nuk kanë interesa vazhdojnë luftën. Mund ta heq këtë se mos të heqin vëmendjen nga... Mbaroj e sqaruat. Pra amerikanët nuk duan vazhdimin e luftës. Trump nuk do që lufta të vazhdoj. Izraeli kërkon çfarë? Le të themi që nuk ka oreks në Amerikë, sidomos përpara zgjedhjeve të midtermit në Kongres. Se mund t'i kushtoj republikanëve. Sigurisht nuk ka asnjë lloj oreksi në Amerikë për vazhdimin e... Çfarë kërkon Netanyahu? Kërkon vazhdimin dhe tezgjatjen e konfliktit. Një, sepse Izraeli ka interes gjeostrategjik për shkatrimin e regjimit të Teheranit, të ajatollave, i cili nuk e di mende në çfarë gjendje është, a janë gjallë, se janë gjallë, si po mbahen, etj. E dyta, Netanyahu ka një interes personal. Është i akuzuar për korrupsion. Në momentin që ndalon lufta, Netanyahu përballet me drejtësinë në Izrael. Dhe Izraeli ka drejtësi, ka një sistem drejtësie, dhe Netanyahu rrezikon arrestimin dhe futjen në burg. Është në arrest ndërkombëtar ndër të tjera. Arresti ndërkombëtar nuk ka ndonjë rëndësi, kjo janë entitete, kjo është si puna e asaj gjykatës, pseudo-gjykatës së 4 komandantëve të UÇK-s. Nuk kam ndonjë besim shumë të madh tek drejtësia e gjykatës ndërkombëtare penale, a thua se do e arrestojnë? Netanyahu, nëse shkel në tokën e një shteti tjetër që është pjesë e kësaj gjykate, nuk arrestohet? Kush do guxojë ta arrestojë Netanyahu në këto momente? Jo, nuk e di, po pyes. Nëse shkon në Gjermani, arrestohet sot Netanyahu, në Francë? Nuk e besoj që do mund të arrestohet Netanyahu në Gjermani apo në Francë. Edhe nëse ka një arrest ndërkombëtar? Po arresti ndërkombëtar duhet implementuar. Me çfarë fuqie implementohet ky arrest ndërkombëtar? Nuk është si një arrest i brendshëm i një gjykate kombëtare të Gjermanisë. Nuk ka asnjë vlerë, pra, nuk ka asnjë... Unë mendoj që nuk ka ndonjë vlerë të madhe gjykata ndërkombëtare penale, përsa kohë që nuk ka mbështetjen e disa prej vendeve më të mëdha. Problemi i madh i Netanyahut është brenda vendit të tij në Izrael. Netanyahu ka më shumë risk për t'u arrestuar nga Izraeli sesa nga Gjermania. Këtë ja u garantoj. Dhe për këtë arsye ai ka një interes politik për ta vazhduar konfliktin. Pyetja është, a duhet që neve të vazhdojmë pavarësisht se ne kemi mbështetur Izraelin edhe si vend? A edhe Perëndimi ka mbështetur jashtëmase Izraelin në të gjitha sfidat që ka patur. Dhe ka të drejtë legjitime për t'u vetmbrojtur etj. Pa, duke i lënë këto mënjan, a duhet vazhdojmë neve të riskojmë lëkurën tonë dhe çmimin e naftës dhe mirëqenien tonë për tekat
politike të një kryeministri izraelit. Kjo është pikpyetja e madhe sot. Dhe a duhet shkuar drejt negociatave me Teheranin, a duhet negociuar që ata përfaqësues të regjimit, siç u bë me Hamasin, të largohen nga vendi, të hapin rrugën për zgjedhje të lira transparente në Iran, sepse është një popull i jashtëzakonshëm që beson në demokraci, ka edhe alternativa, pa prishur vendin, pra pa shkuar drejt një skenari të Irakut në Iran, sepse do ishte katastrofik për gjithë rajonin, apo do vazhdohet lufta dhe do binde Donald Trumpi që të fusë trupa në komsorësh në Iran. Gjë që do ishte katastrofike, sepse këtu Amerika mund të thyente qafën dhe të kthej në një Vietnam të dytë. Dhe nuk ka as Orex. Por ju thanë që mund t'ja dalë, mund ta mposht Iranin edhe përmes sulmeve ajrore. Unë mendoj që po. Po deri tani nuk ja ka dalë. E ka gjunjëzuar, le të themi, nuk ja ka dalë ta fitoj dhe të dorëzohet. Irani po tregon një lloj rezistence të paparashikueshme. Kemi raketa me rreze 4000 kilometra, që nuk është pak. Ne jemi brenda rrezes, nuk besoj se kanë një risk të madh sot në Shqipëri, por jemi brenda rrezes së Iranit. Nuk e mendonte kush që Irani do vazhdonte. Mund të arrijë deri në Irland. Ne jemi gjysma e rrugës, sigurisht që mund të arrijë deri në Shqipëri. Pas një lloj problemi, po për të arritur në Shqipëri duhet kaloj mbrojtjen e NATO-s, duhet kaloj Turqinë dhe Greqinë, dhe kemi të bëjmë me dy vende fshinje dhe shumë forta ushtarakisht. Mirë, zoti Gjoni, flasim pak për negociatat. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Iranin prej vitesh negociojnë për çështjen e programit bërthamor. Barack Obama ka negociuar. Donald Trump po negocion. Tani, a mundet me Iranin që përmes negociatave t'ja përshfund një lufte? Në këto momente, po. Pra fuqia negociuese e Shteteve të Bashkuara sot që e ka gjunjëzuar regjimin e ajatollave me vrasjen, me eliminimin e Ayatollah Khameneit që ditën e parë të sulmit, unë mendoj që fuqia negociuese sot është shumë herë më e madhe se që ishte para një apo 2 muajsh. Nuk ka pasur shumë negociata në të kaluarën. Po do pranoj Irani kapitullimin e tij? Do ta pranoj? Po do jenë të detyruar ta pranojnë dhe varet se sa kanë eliminuar deri më sot. Ne këtë nuk dim. Pra kemi një mungesë informacioni. Janë eliminuar disa lider të regjimit ajatollave, nuk e dim në çfarë gjënte është Mujtaba Khamenei, djali ose ajatollahu aktual, nuk e dim ka këmbë, ka duar, ka aludime që edhe video e fundit ishte krijuar me artificial intelligence, me inteligjencë artificiale, kështu që nuk e dim a ka lider aktual regjimi ajatollave apo jo.